Igli Tako bën paralajmërimin, nëse nuk shpallen fituese me lajërtin do të lënë shtëpinë plas bombën. Igli Tako së bashku me Gjestin kanë komentuar situatat e fundit në shtëpi, duke marrë parasysh që banori është në nominim me Lajert Vasilin për të shpallur finalistin e dytë. Ajo po e fajson produksionin indirekt për hile, teksa thotë se nëse kjo gjë ndodh në shtëpinë e Big Brother VIP, do ta lë lojën. Tutje gjatë bisedës këngëtarja i ka thënë banorit nga Kosova se linja e jetës së tyre është shfaqur në ditën kur të dy kanë qenë në nominim për finalist, teksa tha ndër të tjera, linja e jetës së Rezanës dhe Lajertit është dhënë në ditën që shkuan finalistët, po ta them që tani këtu që të mos të vi si surprizë, unë nuk kthehem në shtëpi nëse ndodh se ajo gënjeshtër e madhe për publikun, nuk ka shanse. Teksa vazhdoi, unë të kam thënë disa herë që jam penduar edhe kur riktheva, por realisht u desh, absolutisht jo, nuk po nxitohem, unë të martën të tregoj, isa ajo në një anë tjetër Gjestit, i cili e paralajmëroi se do ta lë garën, duke akuzuar produksionin për ndërhyrje në televotim. Sidoqoftë pritet të shihet nëse kjo gjë do të ndodhë, pasi të shumt kanë qenë edhe komentet në rrjet. Një ndër to Juldeda, ish konkurrenti Big Brother i cili e komenton shpesh këtë edicion, ka shkruar: Igli pas ka thënë se nëse nuk e fiton garën kundër Lajertit për finale do i nga shtëpia, të shohim a është vajzë që e mban fjalën, ka shkruar ai duke qeshur, teksa edhe më parë ka dhënë mendimin e tij se finalisti i dytë do të jetë Lajerti. Pritet të shihet në Prime, teksa Gjesti nga ana tjetër ka tentuar ta qetësojë që të mos bëjë një gabim tjetër aq më tepër sipas tij, tani që janë kaq afër finales së madhe.